Seanca paraprakes pa këmbi akuzat ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 21 të tjerëve u zhvillua me dyert të mbyllura ku prokurori Altin Dumani prezantoi në gjykatë qëndrimet dhe kërkesën e institucioneve për të kaluar dosjen në gjykimin themelor. Në gati 540 faqe kërkesë, Dumani rënditi faktet penale dhe provat për secilin të akuzuar, duke përfshirë Veliajin për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët e tij, të cilët kërkuan kohë për të përgatitur kundër përgjigjet me shkrim dhe për të vendosur nëse do të kërkojnë pavlefshmëri ose papërdorshmëri të aktit të akuzës. Një pjesë e avokatëve kërkuan gjithashtu kohë për të konsultuar me klientët e tyre para se të shprehin pozicionin zyrtar. Në të njëjtën seancë ishte i pranishëm edhe biznesmeni Elman Abule, i cili kërkoi nga gjyqtarja parapraket Levadeda që ose të vendos pushimin e çështjes ose të aplikojë gjykim të shkurtuar. Seanca e radhës u caktua për datën 17 shtator, ndërsa mbetet ende e paqartë nëse pala mbrojtëse do të kërkojë pushim të çështjes ose kthim të akteve për hetim të mëtejshëm. Që nga data 3 nëntor, kur gjykata kushtetuese i riktheu si kryebashkiak të Tiranës, ekipi mbrojtës i Veliajit ende nuk ka dorëzuar kërkesën për ndryshim mase. Procesi sipas burimeve të brendshme pritet të finalizohet në ditët në vijim. Seanca e ardhshme dhe zhvillimet e mëtejshme do të jenë vendimtare për vijimin e hetimeve dhe përcaktimin e hapave të mëtejshëm në këtë dosje.